Mirëmbrëma miq dhe mirë se vini në një tjetër puntat të Shqipëria Europiane. Sot do të diskutojmë si çdo javë një tjetër argument që ka të bëjë dhe lidhet drejt për së drejti me ekonominë e Shqipërisë. E kemi thënë javë pas jave që në fakt procesi i integrimit të Bashkimit Evropian nuk është vetëm një proces politik. Ai mbi gjitha është një test ekonomik që afekton të gjitha sektoret e ekonomisë shqiptare. Do ndalemi sot tek bujqësia, e cila jo për nga rëndësia, por ndoshta sepse më pak është diskutuar në vëmendjen mediatike, do ndalemi sepse është ajo që do marrë një transformim më të madh në strukturë, në qasje dhe në mënyrën se si është trajtuar deri tani nga fermerët dhe ata që janë, le të themi, investitorët kryesorë të këtij sektori. Për të realizuar një analizë më të qartë të mënyrës se si do ridimensionohet ky sektor, do na bashkohet në studio në Shqipëria Europiane zëvendës ministri i bujqësisë Fatmir Guri, i cili do na tregojë në mënyrë specifike të gjitha ndryshimet që do të pesojë ky sektor. Por si fillim do ndjekim insertin dhe rikthehemi pas pak në studio. Integrimi Evropian për Shqipërinë nuk është vetëm një proces politik apo diplomatik, ai është mbi të gjitha një test ekonomik dhe strukturor për sektorët kyç të vendit, dhe mes tyre bujqësia mbetet ndoshta sektori më i ndjeshëm, më i ekspozuar dhe njëkohësisht më përcaktues për suksesin ose dështimin e këtij rrugtimi. Sot bujqësia shqiptare mban mbi supe rreth 1/3 e punësimit në vend, por prodhon një peshë shumë të ulët në prodhimin e brendshëm bruto. Ky disproporcion tregon qartë një realitet, bujqësi me shumë njerëz, por me pak vlerë të shtuar, dhe pikërisht këtu fillon sfida europiane. Tregu i Bashkimit Evropian është një nga tregjet më të rregulluara në botë për sa i përket sigurisë ushqimore, gjurmëeshmërisë, certifikimeve dhe kontrollit sanitar. Për të hyrë në këtë treg nuk mjafton prodhimi, duhet prodhimi i certifikuar, i dokumentuar, i analizuar dhe i kontrolluar në çdo hallk. Për shumë ferma shqiptare, kjo përkthehet në investime të reja, laborator, analiza, certifikata ndërkombëtare, investime që kërkojnë kapital, dije dhe administrim. Pyetja thelbësore është, a janë përgatitur financiarisht dhe teknikisht fermat shqiptare për këtë nivel kërkese? Rreziku është real që standardet europiane në vend që të hapin tregje të kthehen në bariera hyrëse, duke lënë jashtë një pjesë të madhe të fermerëve të vegjël. Në zemër të çdo reforme bujqësore qëndron financimi. Sot shumica e fermerëve shqiptar mbështeten ende në kapitalin e tyre në kredi informale ose në investime minimale. Aksesimi i kredive bankare mbetet i vështirë për shkak të mungesës së kolateralit, informalitetit dhe rrezikut të perceptuar nga bankat. Fondet i parë dhe skemat kombëtare kanë krijuar një dritare mundësie, por jo gjithmonë të aksesueshme për fermerin e zakonshëm. Procedurat bashkëfinancimi dhe dokumentacioni kanë bërë që përfituesit të jenë kryesisht bizneset më të strukturuara. Një tjetër sfidë thelbësore është struktura e tokës bujqësore. Shqipëria ka një nga modelet më të fragmentuara në Europë, me parcela të vogla dhe shpesh jo ekonomike për prodhim konkurrues. Në kushtet e integrimit evropian, ky fragmentim nuk është thjesht problem teknik, por kufizim ekonomik. Debati tashmë është i hapur, a duhet Shqipëria të shkojë drejt konsolidimit të tokave apo drejt kooperativave moderne ku fermerët ruajnë pronën por bashkojnë prodhimin, mekanizimin dhe tregun. Përvoja europiane tregon se pa një formë bashkimi, bujqësia e vogël e ka të pamundur të përballojë konkurrencën. Një nga dobësitë kronike të bujqësisë shqiptare është eksporti i lëndës së parë, pa përpunim dhe pa markë. Vlera e shtuar krijohet jashtë vendit, ndërsa fermeri shqiptar mbetet në fund të zinxhirit. Integrimi evropian e bën këtë model edhe më të pafavorshëm. Pa zhvillimin e agroindustrisë, përpunimin dhe brandimin, bujqësia shqiptare rrezikon të mbetet furnizuese periferike, jo aktore barabartë në tregun evropian. Ndryshimet klimatike, kostot e energjisë dhe të karburantit po e bëjnë bujqësinë gjithnjë e më të shtrenjtë. Pa investime në teknologji, ujitje efikase dhe energji të rinovueshme, modeli aktual bëhet i paqëndrueshëm. Nga ana tjetër, tranzicioni i gjelbër i Bashkimit Evropian sjell edhe mundësi financimi të reja, por vetëm për ata që janë gati të investojnë. Integrimi evropian nuk e shkatërron automatikisht bujqësinë shqiptare, por e ekspozon atë pa mbrojtje nëse nuk transformohet. Pyetja nuk është nëse bujqësia shqiptare do ndryshojë, por si dhe për kë. Pa një vizion të qartë, pa financim të drejtë dhe pa mbështetje reale për fermerin e vogël, rreziku i fragmentimit dhe përjashtimit është
është real, por me politikat të menduara mirë, bujqësia shqiptare mund të kthehet në një sektor konkurrues, të specializuar dhe të integruar në zinxhirin evropian të ushqimit. Në fund, integrimi evropian nuk është vetëm një provë për shtetin, është një provë për mënyrën se si Shqipëria zgjedh të zhvillojë tokën e saj, fermerin e saj dhe ekonominë e saj rurale. Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç ju lajmërova edhe pak më parë, në studio na është bashkuar zëvendës ministri i bujqësisë, zoti Fatmir Guri. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit që më keni ftuar. Është kënaqësi në fakt të kemi në studio për të folur dhe për dhënë një analizë më specifike për sa i përket një sektori shumë të rëndësishëm. Javë pas jave kemi trajtuar të gjitha hallkat që kanë të bëjnë me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe një ndër sektorët që ndoshta ka qenë disi më pak të diskutuara për sa i përket vëmendjes publike dhe këtij procesi ka të bëjë me bujqësinë, që është një ndër sektorët më të rëndësishme për sa i përket ekonomisë në fakt. Dhe duke u nisur nga fakti që në pjesën më të madhe të vendeve europiane bujqësia është e trajtuar dhe e strukturuar ndryshe. Ka të bëjë, është një ndër ndoshta një spektër i cili nuk funksionon në mënyrë autogestionale siç është në Shqipëri. Ka nivele më të strukturuar, është pjesë e industrisë dhe pyetja që vjen natyrshëm dhe që publiku do të dojë të di është në gjykimin tuaj, si e përfytyroni ju bujqësinë në momentet e para të integrimit në Bashkimin Evropian? Do të jetë një sektor social mbështetës apo do të jetë, le të themi, një industri funksionale siç është në vendet e zhvilluara të Europës? Bujqësia shqiptare ka vite që tregon shenja të forta të vitalitetit kombëtar dhe ndërkombëtar. Mjaftoi të shpjegoj faktin që në vitet e fundit neve kemi deri disa fishuar nivelin e eksporteve që tregon sepse që ne prodhojmë në kushte të sigurisë ushqimore dhe ne prodhojmë për tregje të cilat janë tregje elitare nga ato dhe të Bashkimit Evropian. Sigurisht që me këtë unë nuk dua të them që antarësimi i bujqësisë në Bashkimin Evropian nuk i Shqipërisë dhe i bujqësisë në politikën përbashkët evropiane nuk ka sfidat e tij. Patjetër, ka sfida shumë të rëndësishme. Fermeri jon duhet të përballet me një tjetër mënyrë të funksionuarit për sa i përket mënyrës se si ai do të prodhojë, mënyrës se si ai do të kujdeset dhe do të plotësojë kushtet e nevojshme për të marrë mbështetjen, si do të transportojë prodhimin, si do ta përpunojë kështu me radhë. Pra, neve kemi absolutisht për një nevojë për një periudhë të përshtatjes, e cila është periudha që fillon nga viti 2026 e deri në 2030, në mënyrë që fermerët shqiptar të afrohen, por edhe sektori agropërpunimit, të afrohen në mënyrë graduale në ato që janë kërkesat e Bashkimit Evropian. Kur flasim për një proces përshtatje, për një proces adaptiv lidhur me fermerët, cila do të jetë faza e parë e kësaj përshtatje? Me çfarë do përballen fillimisht fermerët, sepse më pas do të jetë një proces fluid që do të marrë formë në mënyrë të vazhdueshme, por le të themi përballja e parë me këtë proces adaptiv, çfarë do të jetë, si do të ndikohet nga fermerët? Momenti i përballjes, që kjo përballje të jetë sa më normale, sa më e thjeshtë, është një proces i cili është diskutuar jo vetëm brenda autoriteteve politikë bërëse në Shqipëri, por edhe i bashkërenduar me Bashkimin Evropian. Që nga viti 2026, me skemën e ardhshme mbështetëse, neve fillojmë që të integrojmë disa prej elementëve të cilët nesër do të kthehen në detyrim për Bashkimin për fermerët të cilët duan të përfitojnë në Bashkimin Evropian. Dhe çfarë do të ndodhë? Për shembull, një prej ndryshimeve të rëndësishme ka të bëjë me mënyrën se si fermerët do të aplikojnë. Pra, për fermën dhe për mbështetjen. Kur referohemi aplikojmë? Në skemën e mbështetjes. Dhe në skemën e mbështetjes, që prej vitit 2027, por dhe më tutje, neve do të aplikojmë mënyrat të ngjashme dhe sistemet të ngjashme aplikimi, të cilat janë të përputhura me kërkesat që ka Komisioni Evropian për periudhën pas 2030-s. Që nga ana tjetër, fermeri kur të shkojë në 2030 do të bëjë një gjë,
pra një aplikim i cili është i ngjashëm apo i njëjtë me atë që ka bërë në 2028, 2029 dhe 2030. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë ka të bëjë me ato që ne i quajmë kushtëzime, conditionalities, apo kondicionalitete. Në Bashkimin Evropian, për të përfituar nga mbështetja e politikës përbashkët evropiane, fermeri duhet të zbatojë disa kushte, të cilat mund të jenë ose detyruese, ose të themi vullnetare. Në kushtet kur ai, për sa i përket kushteve detyruese, në qoftë se këto kushte nuk zbatohen, atëherë fermeri gjendet në vështirësi për të përfituar nga fondet e tij. Ndërsa, ta mbaroj fjalin, në kushtet vullnetare, ai përfiton një nivel më të lartë të përfitimit, duke qenë se zbaton kushte agroteknike më të avancuara. Pikërisht, neve që nga viti 2026, me skemën e ardhshme, do të fillojmë të integrojmë në mënyrë graduale pikërisht të kushte me qëllim që ato të jenë bërë pjesë e procesit prodhues të fermerëve deri në 2030. Për sa i përket planit mbështetjes, çfarë parashikon konkretisht në lidhje me fermerët? Atëherë, Ka disa hallka që janë më të predispozuara për të ndikuar, për çfarë duhet jenë fermerët të informuar në raport me këtë? Atëherë, neve në javët në vijim duhet kemi parasysh diçka në kryet herës, që klasteri i bujqësisë, pra ku bëjmë pjesë kapitujt e bujqësisë, 11, 12 dhe 13, është i fundit që është hapur. Është hapur vetëm në 17 nëntor. Pra 3 javë më përpara. 3 javë më përpara. Që do të thotë se puna për të gjithë procesin ka filluar shumë vite më përpara. Dhe neve nuk kemi synuar ose nuk kemi pritur hapjen për të thënë çfarë do të bëjmë tani. Por neve kemi plane të sakta dhe të qarta se si do të ecim me hapa deri në 2030. Dhe njëri prej tyre, të cilën neve Ministria e Bujqësisë do ta lançojë shumë shpejt, është një plan kombëtar ndërgjegjësimi për sa i përket përafrimit të bujqësisë, përpunimit dhe peshkimit me Bashkimin Evropian. Çfarë është ky plan? Është një mënyrë që përfshim pothuajse të gjithë elementët më kritik me që jemi tek bujqësia, qëndrojmë tek bujqësia të prodhimit bujqësor, të cilët ka nevojë për më shumë trajnim, për më shumë njohuri, për më shumë informacion për fermerët, por nga ana tjetër edhe për më shumë standarde, për më shumë investime dhe për më shumë mënyra se si këto investime të kthehen në realitet. Pra, e gjithë kjo, të themi, i gjithë ky hark aktivitetesh është një hark i cili është parashikuar të zbatohet nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nga 2026, pra fundi 2025-s deri në 2030, pikërisht për të mundësuar që nga njëra anë fermerët të jenë më të njohur me atë që i pret në 2030 dhe më të përgatitur. Dhe kjo kërkon njohje dhe përgatitje të gjithë sistemit, të këshillimit, të edukimit, të dhënies informacionit për fermerët, por edhe sistemin që lidhet me skemat, me mundësinë e skemave, me informacion që mund të jetë i nevojshëm. Ajo që të doja të pyesja dhe pastaj të kalonim në një tjetër argument, më duk shumë interesante faza e trajnimit. A keni ndonjë ide paraprakisht se si do përshkallëzohet dhe në çfarë do konsistoj përtej edukimit dhe informimit, por si do jetë e strukturuar kjo fazë? Sepse duhet marrë parasysh që ndoshta do të ketë një ent i cili do të kujdeset, apo do të jetë nëpërmjet strukturave mediatike, pra keni ndonjë ide paraprakisht si do zhvillohet? Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka në varësinë e saj një sistem këshillimi e cila përbëhet nga disa njësi që i quajmë agjencitë rurale të rajonale të zhvillimit rural dhe të bujqësor të ekstensionit, AREP-et, të cilat në mënyrë kanë si detyrë të tyre funksionale pikërisht përqimin e informacionit. Sigurisht që neve kemi përtej tyre, kemi edhe disa qëndra që i quajmë qëndra të transferimit të teknologjive bujqësore, janë 5 të tilla në të gjithë vendin, të cilat ofrojnë teknologji për fermerë. Pra, i gjithë ky grup, i gjithë ky tim që përbëhet nga më shumë se sa 150-200 specialistë,
do të trajnohet vetë, pra do të ketë një trajnim për trajnerët, dhe pastaj këta do të qojnë dhe do të përqojnë informacionin tek fermerët, sepse duhet të bjem dakord për diçka. Në qoftë se në kapitujt e tjerë, neve kemi patur një qasje ose kemi një ndikim i cili është relativisht i kufizuar në një numër të kufizuar aktorësh, në bujësi neve flasim për 100-150.000 fermer të cilët 100.000 fermer të cilët neve i kemi pjesë të skemave apo të cilat kanë nipt fermeri sot, por me planin 2030 të qeverisë shqiptare do të shkojë deri në 150.000. Pra numri është shumë i madh. Dhe neve kemi nevojë për një sistem kapilar, dhe ky sistem kapilar do të organizohet nëpërmjet arebeve të cilat janë aktualisht, të themi, personat ose institucionet interlokutore të fermerëve në territore. Janë ata të cilët edhe sot e kësaj dite i ndihmojnë fermerët për të plotësuar ose aplikimet e tyre në skemat e mbështetjes, për të përgjigjur pyetjeve të tyre teknike, për të përgjigjur shqetësimeve të përditshme që bujësia dhe prodhimi bujësor ka. Ju falenderoj për shpjegimin shumë të detajuar, sepse do jetë në interes të publikut sigurisht, edhe është edhe finaliteti kryesor i këtij programi që të ju përcjelli sa më shumë informacion praktik, sepse ne kemi dëgjuar debatin i gjerë që është bërë në formë shumë profesionale nga të gjithë analistët e tjerë. Një ndër argumentet që besoj do të jetë me interes të veçantë tek të gjithë fermerët dhe tek publiku i gjerë që na dëgjon, ka të bëjë me kushtëzimet. Cilet mendoni se do jenë disa nga kushtëzimet më specifike që do ndikojnë drejt përse drejti në aktivitetin e fermerëve? Kushtëzimet janë të përcaktuara a priori, pra janë të përcaktuar në politikën e përbashkët europiane, dhe janë kushtëzime të cilat ndihmojnë fermerët që të kenë një proces të prodhimit bujësor më të qëndrueshëm ekonomikisht, por edhe më bë pak impact mjedisor. Të dy këta element. Kushtëzimet janë të disa llojeve. Unë ju thash, dy janë grupet kryesore. Ato të cilat janë të detyrueshme dhe ato të cilat janë vullnetare. Për sa i përket kushtëzimeve të detyrueshme, neve fermerët shqiptar duhet që të përgatiten që këto detyrime, këto kushtëzime të detyrueshme në mënyrë të vazhdueshme ti aplikojnë, pra është të themi puna jon e vazhdueshme që ti njohim me këto kushtëzime, që këto kushtëzime ti realizojmë në realitet, dhe është puna e të gjithë këtyre ekstensionistëve që unë përmenda më sipër, që tregojnë se si këto kushtëzime mund të aplikohen në kushtet e fermave shqiptare. Ndërsa, përsa i përket kushtëzime vullnetare, këto fermeri mund t'i zgjedh ose mund të mos i zgjedh. Por, në qoftë se i zgjedh, atëhere niveli përfitimit nga mbështetja do t'jetë më i lartë. Pra, është një farë, të themi, sistemi që nxënësit më të vullnetshëm marrin nota më të larta. Kështu që do të marrin edhe pagesë më të larta. Ka edhe një formë rendi kompetitiv, që në fakt është baza e çfarëdo lloj tregu e ekonomisë. Kështu që në këtë rast do të jetë janë të njohur tashmë fermerët me këtë tipologji kompeticioni, edhe pse tashmë në një formë të ndryshme. Por ajo që do doja të dija unë, në gjykimin tuaj, cili do të jetë ndryshimi më i madh strukturor do të ketë bujësia përpara integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, diçka që nuk është kuptuar ende nga publiku, një ndryshim radikal? Duhet kemi parasysh diçka. Skemat tona të mbështetjes janë skemat të cilat në mënyrë graduale, jo vetëm sot, por edhe në 5-6 vite më përpara, në mënyrë graduale tentojnë që të vinë drejt atyre të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ka një element i cili është një element themelor, ndryshimi, që është ndryshimi i qasjes kë do të mbështesim. Deri tani, mbështetja lidhej me një produkt bujësor të caktuar, apo me një aktivitet bujësor ose plektoral të caktuar. Pra neve kishim mbështetje për krerë lopësh, mbështetje për hektar një prodhim të caktuar, pra mbështetje për koshere bletësh, por man disa prej skemave të cilat kanë qëndruar të pandryshuar për një periudhë gjatë kohe. Në kushtet e Bashkimit Evropian, neve duhet të ndryshojmë psikologjinë. Pra kalojmë nga mbështetje e lidhur me një produkt në një mbështetje
e cila jepet e pa lidhur me produktin. Pra, ka një mbështetje segmentuar, le të themi, në një të përgjithshme? Po, mund ta themi dhe kështu, që do të thotë që çdo mbështetje nuk ndikon në prodhimin e një produkti në mënyrë të veçantë krahasuar me produktet e tjera. Si ndo kjo, ajo që quhet decoupled payment, si ndo kjo, ndodh që mbështetja bëhet për sipërfaqen e tokës. Dhe pavarësisht se cili është produkti I cili prodhohet në këtë sipërfaqe toke, mbështetja mbi sipërfaqen e tokës mbetet I pandryshuar. Mbetet I njëjtë. Edhe është I përcaktuar o në nivel rajonal, o në nivel kombëtar, o në bazë të karakteristikave. Sigurisht që kjo nuk është 100% e mbështetjes. Kjo është një pjesë e konsiderueshme e mbështetjes, por vazhdon që të mbetet një pjesë e mbështetjes, e cila lëviz diku tek 15, 16%, 12 deri në 18%, varësi të vendeve, e cila është e lidhur me produktet. Pra, një vend përcakton se cilat janë produktet të cilat janë prioritare për të dhe ai e çon gjithë mbështetjen për këto produkte. Sigurisht që kjo është një ndryshim themelor për sa I përket strukturës së mbështetjes, sepse neve kalojmë në një qasje tjetër ku nuk është më produkti ai që të ndikon mbështetjen, por është sipërfaqja që të ndikon mbështetjen. Sipërfaqet më të mëdha do të kenë dhe mbështetjen më të madhe. Elementi I dytë I rëndësishëm është që neve kalojmë në një sistem totalisht të ndryshëm të aplikimit. Aplikimi do të bëhet online, siç bëhet edhe në një pjesë të aplikimit sot, por ama fermerët do të deklarojnë sipërfaqet e kultivuara. Dhe duke deklaruar sipërfaqet e kultivuara në një hartë digjitale, atëherë neve kemi edhe një informacion të plot, të sakt për sipërfaqet e kultivuara dhe kontrollin në realitet midis asaj që është deklaruar dhe asaj që është realisht e mbjellë dhe kultivuar, dhe së treti kemi edhe një informacion të përgjithshëm rreth strukturës së bujqësisë dhe produktit bujqësor që ekziston në vend. Si mendoni, sa të përgatitura janë fermat ose kompanitë bujqësore në Shqipëri lidhur me standardet e BE-s, duke u referuar certifikimit, gjurmëshmërisë e të tjera kritereve që tashmë janë të rëndësishme për sa I përket tregut të Bashkimit Evropian? Duhet të biem dakord që kapitulli 12, që është kapitulli për I sigurisë ushqimore, është një prej kapitujve më sfidues në të gjithë të themi korpusin e negociatave të një vendi me Bashkimin Evropian. Kjo për vetë faktin se edhe themi angazhimi legjislativ aty është shumë I rëndësishëm, pra numri akteve dhe nën akteve është shumë I rëndësishëm, por edhe sepse ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me një element shumë të rëndësishëm, që është shëndeti konsumatorit. Dhe në këto kushte, neve duhet të bijem dakord që dhe përpjekja jonë në këtë kapitull duhet jetë edhe më e fortë se sa në kapitujt e tjerë. Por, megjithatë, neve kemi filluar të mendojmë në mënyrë shumë serioze për të plotësuar të gjitha ato të cilat mund të jenë pikat më sfiduese që neve mund të kemi të kapitulli 12. Në janar të 2026, neve në Ministrinë e Bujqësisë fillojmë një program të madh I cili është I dedikuar për kapitullin e 12 dhe për sigurinë ushqimore, I cili quhet EU for Food Safety, dhe që do të vazhdojë 5 vjet, pra në një kohë zgjatje të gjerë, dhe që ka një fond I cili është shumë I konsiderueshëm, 13.5 milion euro. Çfarë do të bëjë ky? Ky projekt do të fillojë në radhë të parë kategorizimin e të gjitha njësive të agropërpunimit. Dhe për secilën prej njësive të agropërpunimit do të thotë situata është kjo, përballja me të themi kushtet e Bashkimit Evropian është kjo, gepi, boshllëku, diferencat janë 1, 2, 3, 4, hajde të ndërtojmë një plan se si neve do t'i plotësojmë këto
Të doja t'ju bëja një pyetje referuar kostove. A mendoni se jo vetëm bizneset, por i gjithë sektori përsa i përket bujqësisë është le të themi ka resurset e mjaftueshme për të rezistuar këtij ndryshimi dhe sepse ka një fazë adaptive dhe një proces i cili është ndërlikuar, i cili mbi të gjitha ka edhe një kosto, të cilën i duhet ta përballojnë të gjitha bizneseve. A mendoni që kanë kapacitet për të ndërtuar laboratoret dhe të gjitha specifikat që janë të kërkuara nga standardet e Bashkimit Evropian për sigurinë ushqimore? Atëherë, ndajmë dy pjesë. Pjesën e parë që është pjesa laboratorike, cila është kryesisht midis laboratoreve rajonale, laboratorë certifikuar e tjerë, të cilat janë instrumente për të cilat shteti shqiptar investon në mënyrë të vazhdueshme, por ajo që është shumë e rëndësishme është niveli i plotësimit të standardeve brenda të higjienës, të sigurisë, të gjurmëshmërisë, brenda njësisë prodhimit. Dhe sigurisht që pasi neve të identifikojmë se kush janë diferencat, vjen momenti që neve këto diferencat duhet që t'i japim një shifër, të themi që për t'i plotësuar këto diferenca, ne na duhet një shumë e caktuar lekësh. Dhe një shumë e caktuar investimesh, e cila unë besoj që ka dy hapa ose dy hallka të rëndësishme. E para punës që është shumë e rëndësishme, është bashkëshoqërimi i njësive të prodhimit për të mundësuar këto investime në nivel real, pra për të bërë të gjitha hapat e ndërtimit të planeve të investimit, aplikimit e tjerë. Dhe elementi dytë, që është po kaq i rëndësishëm sa i pari, është edhe gjetja e fondeve. Sigurisht që neve kemi disa instrumentat të cilët janë aktualisht instrumentat që janë në funksion të bizneseve të vegjël, të mesëm, kryesisht të përpunimit dhe të bujqësisë. Banka e Shqipërisë, qeveria shqiptare ka mundësuar që nga një kombinim i instrumentave, ju besoj duhet keni folur gjatë në emisionet tuaja, nga kombinimi instrumentave, kredia në bankat e nivelit të dytë për këto themi prodhues të jetë në nivele shumë të ulta, të arri deri në nivelet e 2%, që është një normë ekstremisht e mirë, shumë e mirë interesi. Sigurisht që juve besoj jeni në dieni që qeveria shqiptare ka hedhur ose ka bërë të njohur për publikun hapjen e Bankës së Zhvillimit, e cila gjithashtu do të ofroj një linjë të re kreditimi dhe një frymarrje financiare në funksion të bizneseve edhe për të sektoreve. Por besoj që në ditët në vijim, në muajt në vijim, instrumentat të tjerë do bëhen në dispozicion ose do vjen në dispozicion nga qeveria shqiptare për investimet, jo vetëm në sektorin bujqësor, edhe të përpunimit, por në të gjithë ekonomi shqiptare, sepse në gjithë ekonomia shqiptare duhet pësoj këtë rritje cilësore, por neve na intereson më shumë në këtë sektor. Me që po flasim për rritjen cilësore dhe për le të themi këtë strukturimin që duhet të pësojë në një fazë paraprake, cili mendoni se është hendeku më i madh teknologjik referuar bujqësisë në Shqipëri, digitalizimi, ujitja apo logjistika? Cili mendoni që është sektori ose tipologjia ku duhet të investojnë, të bëjnë investimin më të madh? Unë nuk do thoya se ne nuk do të vendosja një sektor i cili është specifik. Neve ta nisim me ato 4 që u përmendët. Ujitja. Neve jetojmë në 30 vitet e fundit, neve kemi 12 verat më të nxehta që kemi pasur në shekullin e fundit. Që do të thotë se në momentin kur neve kemi nevojë për ujë, kur bujqësia ka nevojë për ujë, burimet ujore janë më të pakta. Pra, neve kemi nevojë për investime të vazhdueshme në ujitje. Elementi i dytë, ju thatë mekanizimi dhe rritja e nivelit të mekanikës në bujqësi. Unë dua të them që në mënyrë të vazhdueshme, po të shohim shifrat e Instatit, bujqësia është midis sektorëve në të cilët
niveli i rritjes së pagës për punëtor është më i shpejt krahasuar me sektorët e tjerë. Kjo nuk do të thotë që një punëtor në bujqësi merr më shumë se sa në sektorët e tjerë, por do të thotë që shpejtësia me të cilën rritet paga në bujqësi është më e lartë ose midis sektorëve më të lartë progres aktiv krahasuar, që tregon që neve kemi një kërkesë për krah pune të vazhdueshme, e cila është e pamjaftueshme. Pra krahu punës është pamjaftueshme. Dhe neve jo vetëm kemi nevojë për mekanik, por neve kemi nevojë për një mekanik e cila të jetë e përshtatur me sistemin ton të prodhimit, që është një sistem i vogël, me shumë parcela, të cilat shpesh ndodhen larg nga njëra tjetra. Dhe elementi tjetër i cili është shumë i rëndësishëm për ne, që është digitalizimi, sepse digitalizimi në të vërtetë na mundëson që neve të ilkalojmë një pjesë të atyre vështirësive të cilat neve ose vendet e tjera i kanë kaluar me investime të rëndësishme, ose strukturore, ose mekanike. Në gjykimin tuaj, me që folëm për copëzimet e vogla, si mendoni Bashkimi Evropian Shqipërinë do ta gjejë të copëzuar në parcela të vogla, apo ka një orientim më specifik qeveria që ta ndërtojë, që mund të jetë ai i ndërtimit të kooperativave moderne si modelet dhe sistemet bujqësore europiane? Strukturat në një sektor bujqësor janë, të themi, më të vështirat për të ndryshuar. Okej. Kështu që edhe kohës gjatja për ndryshimin e tyre është relativisht e madhe. Dhe këto lidhen jo vetëm me nivelin fizik, por edhe me nivelin psikologjik të pronarëve. Dhe në këtë kuadër, unë nuk mendoj që neve nesër do të arrijmë që të kemi kooperativa me 2000 hektare tjerë. Sigurisht që ka përpjekje të mrekullueshme që janë sot në territor, të individëve të cilët kanë ndërtuar ferma me sipërfaqe të mëdha, apo të kooperativave të cilat kanë arritur të tejkalojnë problematikat psikologjike që ekzistojnë midis kooperatorëve. Pra, ekzistojnë shembuj. Megjithatë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e ka strukturën e tokës dhe strukturat bujqësore në prioritet të vëmendjes së saj. Dhe kështu së shpejti neve do të përgatisim një ligj i cili do të synojë konsolidimin e tokës, pra ndërtimin e një procedure që mundëson konsolidimin dhe lehtëson konsolidimin e tokës, duke e bërë këtë më të lehtë si për fermerët, ashtu edhe në nivel publik. Në këtë ligj parashikohet si përshkazohet, si do implementohet kjo, le të themi, kjo strukturë legjislative në aspektin e bujqësisë? Në mënyrë specifike, ndoshta për të patur një ide më të qartë nga... Konsolidimi i tokës është një proces vullnetar. Okej. Dhe kështu, por krijojnë lehtësi të cilat shtyjnë në mënyrë vullnetare operatorët, fermerët, që të shkojnë drejt këtij procesi, sepse ju thash, ndryshimi strukturor është një ndryshim i cili kërkon kohë dhe kërkon një kujdes të veçantë për sa i përket mënyrës së trajtimit të pronës. Pra, është një proces, le të themi, disi më impenjativ dhe është më i vështirë për të ndryshuar, le të themi, nga pikpamja strukturore. Si mendoni në gjykimin tuaj Shqipëria dhe bujqësia shqiptare gjatë integrimit në Bashkimin Evropian duhet të fokusohet në prodhimin e produkteve bio, organike, me origjinë të mbrojtur, apo drejt prodhimit masiv? Cila mendoni se është mënyra më e mirë për t'u qasur një tregu tashmë të kaq të madh si ai evropian? Neve jemi një vend i vogël. Me një bujqësi e cila ka, themi, vështirësitë e saj edhe të pikpamjes gjeografike. Jemi një vend malor, me sipërfaqe bujqësore të rrafshta, relativisht të limituara krahasuar me vendet e tjera. Pra, sasia nuk mund të jetë zgjidhja jonë. Duhet të puntojmë ne te produktet autentike? Neve duhet të synojmë cilësinë dhe duhet të synojmë produktet jashtë sezonit. Ato produkte për të cilat neve kemi një avantazh krahasues me të tjerat. Neve prodhojmë përpara të tjerëve sepse jemi një vend i cili është më i ngrohtë. Pra, neve duhet të synojmë
produkte për të cilat neve kemi avantazh krahasues. Duhet të synojmë produkte për të cilat neve kemi ekselencë në prodhimin e tyre. Pra, kjo ka qenë edhe, të themi, qasja e Ministrisë Bujqësisë, mbështetja e, për shembull, serave, një pjesë e rëndësishme e eksporteve tona, janë eksporte të cilat lidhen me sipërfaqet e mbrojtura. Ka qenë absolutisht një ndër planet reformative më të rëndësishme për mënyrën se si e kanë ndikuar jo vetëm bujqësinë në tërësi, po edhe fermerin në specifik. Si mendoni, do t'jetë Shqipëri, cilat janë ato kultura ose le të themi produkte bujqësore që mund të jenë kompetitive që në start në integrimin e Bashkimit Evropian? Neve kemi disa kultura për të cilat neve kemi një kompetitivitet të afirmuar të shma. Ju thash perimet e mbrojtura, frutat, bimët medicinale, janë produkte të cilat neve ruajmë pozicion shumë të favorshëm në tregjet ndërkombëtare. Kjo na bën që neve të rrisim, të themi strukturalisht të rrisim për pjesën e këtyre produkteve, krahasuar me produktet e tjera, të cilat sjellin një vlerë të shtuar më të ulët për fermerin. A mendoni se do përfitoj fermeri shqiptar të njëjtën mbështetjes nga BE-ja për sa i përket duke u referuar këtu politikës së mbështetjes bujqësore? Mbështetja nga Bashkimi Evropian është mbështetje e cila organizohet në bazë të një procesi të gjatë negocimi midis Bashkimit Evropian dhe vendit, në këtë rast Shqipërisë, ku shifen të gjithë karakteristikat e bujqësisë. Por, ajo që neve mund të themi sot, është që ky proces nuk do të sjell vetëm më shumë para. Sepse për mua, nuk është kjo gjëja më e rëndësishme. Më e rëndësishme është që ky proces do të strukturoj në mënyrë institucionale sektorin. Pra, do të bëj sektorin më të qëndrueshëm, institucionalisht më të fortë, fermerin më pak të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të tregut dhe mbi të gjitha fermerin që prodhon në mënyrë më të qëndrueshme, pra të jetë më i drejt për drejt dhe më i sigurt në tregjet ndërkombëtare dhe tregjet lokale gjithashtu. A mendoni se Shqipëria do gjatë fazës së integrimit në Bashkimin Evropian, duke referuar pak edhe eksperiencës së vendeve të rajonit, sepse do ishte një relativizëm ndoshta më konkret për sa i përket startit dhe kushteve në të cilat janë integruar. Mendoni se do të transformohet në një industri moderne, siç ka ndodhur me Kroacinë ose me Sloveninë, apo do jetë më rezistente dhe do të ruaj, le të themi, një dinamik më autentike si ajo që kanë operuar fermerët ndër vite? Unë besoj që në qoftë se ka diçka e cila është pjesa e ADN-së së shqiptarëve, është pikërisht reaktiviteti. Shqiptarët, ne si popull, jemi një popull i cili nga përshtatja nxjerr më të mirën. Dhe unë jam i bindur që në fund të procesit, nga përshtatja do të dalë një bujqësi shumë e mirë, shumë e fortë, shumë e qëndrueshme dhe shumë e denjë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë në gjykimin tuaj ajo që do ta ndihmojë Shqipërinë, por të ruaj edhe një farë autenticitetit të saj, apo jo? Produktet lokale tona janë produkte të cilat edhe në brenda Bashkimit Evropian do të mbrohen. Kështu që ne përsëri do të kemi ato të cilat janë specifikat e prodhimtarisë tonë, specifikat e produkteve tona. Ministria e Bujqësisë ka filluar një proces të gjatë për të identifikuar ato produkte të cilat janë specifike të prodhimit shqiptar, për të mbrojtur ato, me qëllim që nesër kur të hyjnë në Bashkimin Evropian, të produkte të ruajnë karakteristikën e si produkte shqiptare dhe shqiponjën dy krershëm mbi të. Fermerët duhet jenë entuziast për këtë ndryshim radikal që do t'i bëhet dhe do t'jenë tashmë pjesë e një tregu më të hapur dhe ku mundësit, sigurisht kompeticioni është më i madh, konkurenca është shumë herë më e madhe, por edhe mundësit janë më të mëdha, apo jo, vinë bashkë paket. Është sfiduese, por është sfiduese për të shkuar në një nivel më të mirë dhe me më shumë mundësi, si që thatë dhe juve.
Pas sfida nuk ka asnjë lloj progresi. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e studios së Shqipëria Europiane për na dhënë një panoramik më të qartë të këtij procesi që ndoshta jo vetëm fermerët, por ka një vëmendje të madhe publike sepse është një ndër nga sektorët më të rëndësishme të ekonomisë së Shqipërisë dhe uroj t'ju kemi sërish në një puntat tjetër. Unë ju falenderoj që më bët pjesë të emisionit tuaj dhe shpresoj të jem përsëri këtu. Me shumë kënaqësi. Këtu ndajemi edhe së bashku të dashur miq, unë ju lë takim të martën në orën 20:00 në ekranin e televizionit Skan. Deri atëherë mirupafshim.